Muzikantë e regjisor kanë qenë pjesë e një diskutimi mbi kineman bashkëkohore shqiptare dhe muzikën që luhet apo krijohet sot. Marrëdhënia mes traditës dhe bashkëkohores, kërkimet identitare dhe kërkimet përtej kilometrave tona, si zgjerimi i botës e vetëdijes, u bën pjesë e bisedës. Ajo që akoma mendoj që është e vështirë për tu sjellë tek ne, është pikërisht kjo gjë, pra që kemi një muzikë sa bashkëkohore, por edhe tek folku, sepse shpesh herë kompozitorët për të shkuar mbrapa folkut lënë pas bashkëkohorën edhe anasjellta, mendoj. Unë vetë personalisht, jemi subjektive, jam pro folkut, por jam jo që folkut të prevaloj atë çfarë unë krijoj, por të jetë ngacmuese në krijimtarinë time. Dhe këtë kam ndjekur gjithmonë, mund të dëgjoj Mozart, Beethoven me shumë dëshirë. Unë jam kurioz për kompozitor bashkëkohor. Në gjithë vërshimin dhe larmishmërinë e temave dhe çfarë ofron Europa, ne do t'i qasemi autentik. Dhe autentike na jep pikërisht kjo tradicionale që e kemi ne. Diskutimi u mbajt në kuadër të javës së Evropës, e cila këtë vit kremtohet duke i dhënë hapësirën krijuese artistëve shqiptar, ndërsa zhanre të ndryshme janë bërë pjesë e saj përmes premierave, që u kanë dhënë jetë autorëve të harruar apo skena të rinjve që guxojnë të hulumtojnë drejt risive, të pranishmit të panel, vunë në dukje pengesat që kanë të bëjnë me mungesë skenash, institucionesh, politikash, vizionesh e deri te mungesa një publiku që ka durimin të përqendrohet. Na mungojnë hapësirat fizike. Në rastin e muzikës është shumë e vështirë, sepse hapësirat që janë nga institucionet shërben gjitha për institucionet. Dhe nëse ti do të krijosh një grup njerëzish që nuk i përket institucionet, siç është në rastin tim. Datumi 21, unë mbarova xhirimet këtë janar. Unë isha në një burg të tipit që do xhiroj këtë vit nuk më lekët, sepse lekët e Shqipërisë kur nuk mjaftojnë. Dhe ti je kthehesh nga një artist, mendoj kthehesh në një person që nisi maile dhe pret dhe asgjë nuk është dorën tënde. Në Shqipëri problemi i soundit nuk mbahet më nga unë. Shteti nuk ka një, shteti ka jashtë çdo norme sound systemin. Tre artistët e pranishme dhe muzikologja Mikaela Minga vu në dukje dhe çështjet logjistike me të cilat përballen artistët, nga mungesa hapësirave për provat e studiot që plotësojnë kriteret profesionale teknike, profesionistët e disa zanateve e deri te pajisjet tepër të kushtueshme për audiot.